Të vjen keq që nuk e ke shijuar fëmirin? Jo. Të keq, patjetër vjen. Por nuk mund ta quaj fëmiri i sotun për shkakun që ai ikën los me lek. Se nuk është fëmiri. Në atë kohë ishte një këshill që thoshte mos e vih tjetrin. Se po e vodhe është të fusin burg. Dhe burgu ishte I frikshëm. Ishte shumë i frikshëm. Në atë kohë. Një polic ka pasur zona jo në atë kohë. Edhe e bënde zap. Tani ver një brigad policësh nuk I vetë do të në rrugme. Po me këto, se tani, dëgjova që u bë këtu në zonën e Divjakës kjo loja online. Që linim firma piramidale online. Po, kanë lënë me xhalekat jo. Ka lënë dhe aty lekë. Ka lënë. Po nuk u thatë ju që e kishit kaluar vetë mikuris? Shpyti njëri. Kush të pyeste? Po frikë keni këtu për faktin që jeni vetëm? Jo. Nuk kemi frikë. S'keni frikë? S'na ka bezdesje. Okej, kjo është e rëndësishme. Jo. Është shumë e rëndësishme, bile na respektojnë. Nuk e. Nuk kemi qenë agresiv me këta komshit. Jo, mirë, po, nga që sido që t'jetë moshuar vetëm Një ditë si për humor ishin dy çuna të vegjël kështu. Edhe hyn tek shtëpia e çunit madh. Ai Arturi kishte lënë një kaset Chelsea kështu. E marrin atë kasetën. Më thot, një tjetër thot, duhet I denoncosh, jo, I thash. Ata nuk I denoncoj, për Chelsea, po duan u jap tjerë. Po, ata janë të vegjël sot, thashun, nuk e kuptojnë thashun zararin. Që nesër mund t'i ngelet një jetë. Kjo brumosja thashun, e të vënë I dorën pasurinë e tjetrit. Po, unë nuk e. Edhe I kishtë thënë ai komshia, I kishtë thënë, tha Gjyshabane, tha që nuk... Po si do bëjmë, kishtë thënë që I dalim për para. Sepse... Se vetëm ta fëmijë ka ngelur. Ka ngelja 3-4 fëmijë, vetëm I familje që ka. Ju edhe ata s'doni t'i largoni? Jo. Më mirë t'jenë ata fëmijë këtu se sa. T'jenë ata sepse do shkretohet. Ishte gjatje plot me fëmijë, me s'ka gjatje. Po, shkollën nëse do kishe bërë shkollën? Çfarë do kishe patur qef? Jo, Për mekanikën? Unë e kam mbaruar shkollën mekanike. E mbarove mekanikën, a? E kam mbaruar natën në Lushnjë. Ikte me tren. Venja me tren dhe vinja. Dhe kur kam mbaruar shkollën mekanike, kam dalë mekanik me kategori 6. Edhe kisha të 3 çunat për shkollën. I kam pasur të rritur fëmijët në atë kohë dhe unë kam sakrifikuar, pavarësisht se I jam larg, kam vajtur në shkollë. E kam bërë të mesmen. Çfarë do kishe bërë ndryshe, Shaban? Jo, unë kam mundur, aq sa kam bërë, kam mundur dhe e kam menduar që kam bërë mirë. Tani, më mirë duhet ta bëjnë këta brezat, jam pas. Po e shoh dhe këta kanecë. Flisni ju të dy për vetmin? Jo, Nuk flisni? për momentin jo. E shmangni? E kemi shmahur. Sepse S'do ta kujtoj më atë. drejt asaj ne jemi, por sa do jemi të dy, do jemi të fortë kështu si jemi. Unë nuk kënaqa shumë që ju takova. Edhe unë ju falenderoj për gjithçka. Pa mas. Pa mas. Dhe më vjen shumë mirë që ju njoha. Që i çunat. Kështu që jemi çunat mirë, ë? Shumë. Bravo. Faleminderit. Si gjithmonë ka njerëz edhe të mirë. Të tre. Ka dhe Luma nën që u ka. Po duhet të bësh dallimin, duhet të luftosh për shembull edhe me atë të keqin, sepse nuk vlen ti kthehesh me të keqin. Për ta mbyllur në bashk, Shaban, bisedën. Çfarë ti pa çka mua më dukesh njëri ëndrimtar, ë? Je pak ëndrimtar. Ose ke patur ëndër? Kam pas ëndra, po pse tani s'ke më asgjë? Po bashkë nga bashkë shohë. E shuan mosha. Ke një ëndër kështu? Që mund të ketë mbetur? Jo, çdo gjë unë e kam realizuar. Çdo gjë e realizova. Çdo gjë që unë kërkoja e bëja. Ose gjëja më me mend që të kanë dhënë ty.
si këshill kur ke qenë i vogël? Të mos vjedh. Vjedhja. Vetëm vjedhjen, edhe këtë ja kam predikuar fëmijëve që nuk duhet vjedhje. Nuk blen. Ju falenderoj shumë që u takova. Faleminderit juve. Të nderuar, Qik mjaft. të Do ta nderuar. provoj pak mjaltin tënd. Mirë. Ndërkohë që unë mbyll këtë intervistën, ti më sjell pak mjalt, ta provoj. Je unë, po gjithë jep. Të nderuar dhe juve. Gëzuar që të gjithëve. Edhe juve të gëzuar. Edhe ju uroj shumë shëndet. Faleminderit. Edhe t'jeni kështu të qeshur edhe me njerëzit që Të keni nderuar dhe ju afër, keni dhe të gëzuar qofshin gjithmonë. Shabani këtë mere kornizën, të laksu një të mdo. kornizën. Kush është? Kornizë i kem dalë të dy. Shumë bukur. Po, e dua atë për ta mbyllur. Unë isha në këtë bisedë me Shabanin dhe prandaj jo më kot ju ftoj gjithmonë që të më shkruani. Siç e nisa ashtu dhe do ta mbyll intervistën. Më shkruani sa më shumë në rrjetet e mia sociale. Tek Florigjini në kanalin e YouTube-it, mos harroni të bëni subscribe sepse kam nevojë për mbështetjen tuaj, po me këtë subscribe nuk mbështesni vetëm mua, po mbështesni edhe personazhet e mi dhe stafin tim për të vazhduar në rrugtimin. Dhe shpërndajeni këtë video për t'ia dërguar dikujt që vërtet ju do zemra. Dhe nëse njihni dikë, thjesht një mesazh larg për megjithëse janë mbushur shumë, kam një listë shumë të gjatë, po unë i shoh gjithmonë me shumë vëmendje me stafin e mrekullueshëm të Real People. Ju dua fort, shihemi në episodin e radhës gjithmonë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.